A është problem kriminaliteti në këtë vend? Po, është problem shumë i madh. A e ka fajin policia? Pjesërisht e ka. A janë këtu 100% burra të ndershëm dhe gra të ndershme këtë parlament? Jo. Grupin tonë parlamentar ke të paktën 19 veta me precedent penal, ke persona të kërkuar, shpallur kërkim apo persona që kanë bërë burg për narkotrafik, vjedhje vilash me dhunë, kanë bërë burg për prostitucion, ti e di dhe nuk flet. Kështu që është e kotë të dalësh para policëve dhe t'ju thua shiko luftoni pak krimin në një kohë kur jetën në dorë, punën në dorë, karrierën në dorë e kanë nga i deputeti që sapo ka dalë nga burgu dhe tje ke fut në parlament, qoftë duke të dekapituar gjithë listën e deputetëve të qarkut të fjalë, kryesisht për grave. Kështu, teksa Strazimiri bënte akuza për deputet të mazhorancës, kryeministri i drejtonte dikujt një mesazh. E pas këtaj, erdhi kjo pyetje për Strazimirin. Zoti Strazimiri me shumë kurajo në fakt doli edhe me një zell të tepruar, në fakt po tregonte për këta njerëzit e inkriminuar edhe për personin që kanë kërkim. A mund na thoni zotri, meqense nuk na e thoka ministri, nuk e ditë kemi në tjerët, kush është ky person i kërkim, se duam ta dim, të paktën mos shoqërohemi dhe ne, se ndoshta mund të jetë në grupin tuaj tonin ta dim, kush është. Natyrisht, deputetët në sallë janë dëshmitar të asaj çfarë nuk kapet nga kamera e publiku. Keni gjithë mirë kuptimin tim e nderuara zonjë, nuk ka ardhur me SMS kjo kërkesë. Sigurisht nuk do të merrem me ju. I kemi bërë publike emër për emër, kemi bllokuar seancë parlamenti këtu ne, për shkak se kalon rradha, pikërisht për të futur ca persona që nuk e meritojnë të jenë këtu. Por më tepër do të flasim më vonë. Sigurisht që këtu do të jemi. A i mjaftoi kryeministrit ky sqarim i deputetit demokrat? A dërgoi vallë kryeministri SMS shtesë për deputet të tjerë të grupit të tij parlamentar? Këto pamje ishin sinjali se diçka kishte ndodhur në korridoret e parlamentit. Deputeti socialist Arben Doka ishte përfshirë në një konfrontim fizik me demokratin Gen Strazimiri.